ose flasin me përshmim. Edhe këtu për shembull është një gazetar, ku diun ç'është, se s'jam mbaj mend emrin, një që Kush është ai? Ku diu se ç'është një Bubuzhela, si e ka? Po ç'a thot? Buzhala, mos është Buzhala. Buzhala, një shkurtër kështu, një vockel kështu. A ky është një Bubuzhela? Kolege ke Si ka Bubuzheli themi atyre ne që janë. Çka ka bëu Buzhala? Janë ca miza që rinë në pleu, kështu quhen Bubuzhel. Ashtu e kam duket ato mbi emrin, se ashtu ngjan si ato Bubuzhelat. Po pse i thu? Ai kështu thot del njëri thot dalin këto televizionet jep ai orientimin se si duhet veprojnë pronarët e televizioneve, këtë duhet të ftojnë, këtë duhet të ftojnë. Ai man monopolin e të vërtetave të mëdha, vetëm ai flet drejt edhe saktë, gjithë të tjerët janë budallënj, edhe duhet të flas vetëm ai si Enver Hoxha që moti, edhe çfarë thot ai dhe ato që thot ai janë të vërteta. Bashkë se ka dhe ca Bubuzhela të tjera nga Shqipëria që dalin dhe ata që flasin kështu. Edhe flisë edhe për këtë Aranit Thamnikun ty në burg, se kështu, se ashtu, se në fakt këtu mjekësia, po edhe shoqëria, kam mbetur çik mbrapa. Ai me sa e kam ndjekur unë çështjen e atij Thamnikut, ai ka shkelur ligjin që ka ushtruar një profesion të paligjshëm. E para e dyta ka pas biznesin pa regjistruar, sa ka? E ka pasur të pa regjistruar. Po. Por pse na me pagu ta tema jo? Duhet të dish një gjë. Autizmi shërohet. Dhe ai e shëronte autizmin. Dhe autizmin e shërojmë edhe ne në Shqipëri, nuk është problem. Por flitet që nuk shërohet se nuk është smundje. Ne japim këshilla, për shembull. Ne japim këshilla. Thonë që nuk shërohet se nuk është smundje. Shërohet, shiko. Autizmi është bërë nga metalet e rënda dhe është bërë prej vaksinave. A është smundje ju? Shiko, vaksinat janë një shpikje e djallit. I ka shpikur mjekësia e Rockefellerëve. Mbas viteve 1900, ata shpikën fjalën virus. Virusi nuk ekziston. Apo më gjoni doktor, ngriuni tash, qa po thot ky, qa po bën ky, nuk ekziston virusologjia. Është gënjeshtër virusologjia. Nëpërmjet virusologjisë çon njerëzit ke vaksinat dhe nëpërmjet vaksinave çon njerëzit nëpër farmaci me kalimin e kohës. Ose Elena Otik, kurse Down është një smundje lindur. Kancer nuk ka pasur. Të parët ta nuk kanë pasur kancera. Domethënë para një shekulli e ca, s'kish kancer. Kanceri u shpik nga vaksinat, nga cowpoxi. Edhe këto si them unë, thonë mjek nobelist. Unë s'jam mjek, po unë studioj mjek të dur dhe unë i di shtyllat e mjekësisë. Dhe qeja kryesore që është në qëllimin e shëndetit të njeriut është profilaksia, pra është mbrojtja nga smundjet. Dhe e dyta vjen shërimi që kur ti smuresh ose ke diçka të lindur, ti të dish të shërohesh. Po një popull që ka profilaksi, ai popull ka më pak farmaci. Dhe një popull sa më pak farmaci të ketë, aq më i shëndetshëm është. Shko në popujt e zhvilluar, shko në Hollandë, hyrë në Amsterdam, 2-3 farmaci ke në gjithë Amsterdami. Edhe në ato farmaci shkojnë emigrantët, kurse holandezët shumë pak mund të shkojnë në farmaci. Atë na veç fush Kosovë ki 3. Këtu ka më shumë fura buke në Kosovë dhe Shqipëri, se sa ka më shumë farmaci se sa fura buke. Dhe kjo tregon shkallën e ullët të mënyrës së gatimit, shkallën e ullët të ushqimit. Ne nuk duhet të përdorim krip të bardhë,